ish një figurë e njohur në jetën publike, por edhe politike dhe tashmë zyrtarisht kandidat për deputet. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Redi Muçi nga Lëvizja Bashk, Qarku, Tiranë. Përshëndetje, është kënaqësi. Faleminderit. Të kam parë shumë aktiv në jetën publike, jo sot, por ndër vite. Po ndërkohë, kush është Redi për te këtij kandidimit? Njohim pak më shumë nga profili jot. Atëre, unë jam pedagog për shumë vitesh në Universitetin Politeknik të Tiranës, tek Fakulteti Gjeologji Minierave. Kam mbaruar studimet për fushën e inxhinierisë së ndërtimit dhe specializohem le themi tek gjeoteknika. Dhe aktiviteti im kryesisht publik ka pasur të bëjë me angazhimin që për vitin 2011 deri më sot me le themi kauza të ndryshme sociale, jemi fokusuar për shembull tek kundërshtimi i reformës në arsimin e lartë dhe për shembull tek nevoja që ka shoqëria jonë për të themeluar sindikata të pavarura punëtorësh, po dhe në një sër kauzash të ndryshme sociale, me fjalë, kështu që këtu janë fokusuar kryesisht aktivitetet tona si Lëvizja Bashk dhe më parë quheshim organizata politike para se të ktheheshim në parti politike, me fjalë. 14 vite aktivitet, çfarë ka bërë ti është kaq i pranishëm në jetën publike dhe në kauzat që ke mbrojtur apo ke kundërshtuar, le ta themi? Shiko, unë kam qenë student në Angli, në Britaninë e Bashkuar, kur mund të them se, le themi, fitova një ndërgjegje politike. Dhe me këtë s'duhet të them se më lindi dëshira ose ambicia për të bërë politikan. Madje edhe sot që kandidoj parë në Tiranë nuk e kam fare këtë ambicie, unë mendoj se jam shumë i lumtur duke bërë punën e pedagogë në fakultet, por që të fitosh një ndërgjegje politike do të thotë që të fillosh të analizosh situatën, kontekstin social në cilin jeton. Unë në fakt mbarova studimet pikërisht në vitin 2009, dhe ju kujtohet që në 2008-2009 ishte kjo kriza globale financiare dhe për një të ri, për një student i përgatitet të dalë në tregun e punës, fillojnë lidhin ca pyetje çfarë po ndodh me ekonominë, me shoqërinë dhe nga ky moment në një farë mënyrë fillon të analizosh, të lexosh edhe për historinë dhe fillon të kuptosh që në shoqëri ka grupime të ndryshme sociale, të cilat shpesh herë kanë interesa konfliktuale me njëra tjetrën, ka grupime të cilët janë të shtypur, të nëpërkëmbur, dhe ka grupimet pastaj që janë të privilegjuar falë kësaj shtypje që ushtrojnë pjesë më të madhe të shoqërisë. Dhe pasi e fiton këtë ndërgjegje sociale, kupton edhe që, si thua, që nga koha e Romës së lashtë deri më sot, e vetmja mënyrë që kanë pasur grupimet e nënrenditura për të fituar të drejta në shoqëri ka qenë përmes organizimit, që nga rebelimet e sklevrëve në Rom, deri tek punëtorët dhe studentët sot që protestojnë për të drejtat e tyre, gjithmonë e vetmja mundësi ka qenë organizimi. Kështu që kjo më ka bërë që, sidomos kur ktheva në Shqipëri, të fokusohesha pikërisht te nevoja e organizimit të këtyre grupimeve të ndryshme. Sa vite ke jetuar në Britaninë e Madhe? 5 vjet. 5 vite që ke mbaruar studimet. Çfarë bën një student që prek Britaninë të kthehet në Shqipëri? Po, me thënë të drejtën, unë lidhjet i kisha të forta me Shqipërinë dhe në një farë mënyrë thash, për hiç të së vërtetës edhe konteksti i tregut të punës në atë moment ishte negativ, sidomos për dikë që ishte, le të themi, jo me një pasaportë evropiane, le ta themi, ishte procedura më të komplikuara për t'u alokuar në një vend pune dhe për më tepër mendova që mund të fitoja një eksperiencë të rëndësishme edhe në tregun shqiptar me perspektivën ndoshta për të shkuar përsëri jashtë, por që gradualisht kuptova që si themun rëndësia edhe e aktivizmit social krahas profesionit tim ishte një rëndësi shumë e madhe, që jepte kuptim jetës time në një farë mënyrë dhe edhe diçka tjetër që ka shumë tepër kuptim që aktivizmin ta kryesh në vendin tënd sesa në një vend të huaj, pra, sepse lidhjet me vendin tënd janë gjithnjë më të forta dhe në këtë aspekt do thoya që përmbushjen time profesionale, le të themi, e gjeta përmes punës akademike në universitet, ndërkohë që përmbushjen time shoqërore, por edhe si njeri e gjeta nëpërmjet aktivizmit, fal organizatës politike që sot është Lëvizja Bashk. Një diplomë e marrë jashtë, ta bëri jetën më të thjeshtë këtu, a u ndjeve ti i avantazhuar në krahasim me një të ri që është diplomuar në Shqipëri? Tregon ndoshta edhe pak diferencat e arsimit gjithsesi jashtë këtu. Për fat të keq po, për fat të keq them, sepse unë në këto 14 vjet që kam qenë pjesë e Universitetit Politeknik
e kam vënë re se si në fakt niveli i arsimimit në Shqipëri ka ardhur duke rënë dhe rrjedhimisht edhe niveli i diplomës ka ardhur duke rënë. Kjo sigurisht lidhet edhe me reformën në arsim që e përmenda pak më parë që ne e kundërshtuam, por lidhet edhe me faktin që numri i nxënësve dhe i studentëve në përgjithësi pra ka ardhur në rënje. Kështu që kur ke braktisjen e universitetit detyrimisht do apo s'do bie dhe cilësia, bien dhe investimet, bien gjitha me radhë. Kështu që pa dyshim që edhe në ato kohë kur u ktheva unë në vitin 2009 në Shqipëri, vlende më shumë diploma nga një vend si Britania, po fatkeqësia këtu qëndron në faktin që në këtë eksperiencë time kam parë pra që vlera e diplomës shqiptare, besoj unë në tregun shqiptar, ka ardhur në rënje për shkak të një farë mënyre, do të quaja mungesës së meritokracisë në vlerësim që u bëhen studentëve nga universitetet shqiptare, publike dhe private sigurisht. Si e shohin studentët një pedagog që është njëkohësisht dhe një aktivist? Mbron kauza apo kundërshton, le të themi, padrejtësi që ndodhin në këtë vend? Se përgjithsisht profilin e pedagogut e kemi në çik më të tërhequr, e shohim pak më ndryshe, ndërkohë që ti nuk je një pedagog tipik. Për këtë sigurisht do duhet pyesni studentët, por... Perceptimet që kanë. Okej, unë do thoja që, po, e gjeta veten në një pozitë atipike, mund të them, me valën e protestave studentore në cilët u përfshim, dhe atipike sepse ishim një grusht i ngushtë pedagogësh që vendosëm që të ishim aktiv në këtë protest. Madje specifika e fakultetit time, e Fakultetit Gjeologjisë dhe Minierave, ka qenë që prej vitit 2014, me një vendim të Këshillit të Ministrave, donin të na nxirnin jashtë nga ajo si ndërtesë, dhe kjo bëri që edhe ne të angazhoheshim çik më seriozisht, le të themi, me kauzën tonë lokale, po e quaj të fakultetit, pra. Shpresoj që në një farë mënyrë të kemi dhënë shembullin e mirë tek studentët, sepse një ndër mangësitë e tjera që dalloj unë, le të themi, tek Universiteti Shqiptar, edhe kur e krahasoj me eksperiencën time si student, është mungesa e organizimeve demokratike studentore, unioneve studentore, le të themi, pra. Pra që për studentët është një formë organizimi, një formë pjesëmarrjeje demokratike drejt për drejt në jetën e institucionit të arsimit, duke rregulluar marrëdhëniet, si thua, edhe me pedagogët, edhe me drejtuesit e institucionit, edhe me njëri tjetrin. Dhe kjo për mua, për shumë, kur isha unë student, ka qenë një eksperiencë e vyer, të cilën për fat keq e kam parë që ka munguar nga universitetet shqiptare. Ti vetë ke menduar që shiko se nuk duhet jem në protesta sepse mund të më kushtoj vendin e punës, mund të kushtoj karrierën, mund të kushtoj investimin, mund të kushtoj ndoshta vendin e punës së familjarëve të tu, siç mendojnë shumica e shqiptarëve, dhe rinë aty në heshtje dhe pranojnë çdo gjë dhe çdo vendim që merr politika, qoftë ky edhe duke rënduar mbi ta. Unë do thoja që një farë mënyre forcën për të ecur përpara ma ka dhënë pikërisht studentët. Pra, një farë mënyre masiviteti i studentëve në protestat që kemi organizuar ka ushtruar një farë presioni pozitiv edhe tek ata, tek punëdhënësit e mi, le të themi, që mund të më kishin kërcënuar me vendin e punës, që gjë që s'ka ndodhur, s'kam se them se jam kërcënuar dhe i kam ignoruar, por që mua dhe kolegëve të mi të pakt, si thash, që jemi angazhuar me kauzën studentore, ka qenë pikërisht pra reagimi studentor dhe në një farë mënyre frika e reagimit studentor që ka bërë që të mos jemi kërcënuar, po e thash dhe njëherë që për ne dhe për mua personalisht ka qenë shumë i rëndësishëm dimensioni i aktivizmit social, dhe për hir të së vërtetës ajo që thoni është shumë e vështirë, shumë e vërtet pra në shoqërinë shqiptare ku një pjesë e mirë kanë zgjedhur një farë mënyre të ruajnë atë vendin e tyre të punës me çfarë do lloj mënyre nga frika, dhe unë nuk u vë asnjë faj, me thënë drejtën. Unë do thoja që vetmja mënyrë për të dalë nga një situatë e tillë është pikërisht nëpërmjet organizimit nëpër sindikata. Janë sindikatat ato të cilat i mbrojnë të drejtat e të gjithë punësuarve në vendin e tyre të punës, pra nuk ka pse të kërcënohen me vendin e punës aq më tepër pastaj nga pushteti politik, pra nga administrata shtetërore, nga taksa vëndësit, nga shumë kusht tjetër, kështu që në këtë aspekt është një luftë e vazhdueshme, një luftë të cilën ne do ta çojmë edhe brenda parlamentit, pra ky është synimi. Tashmë nga aktivizmi je në politik për duke synuar që ti jesh në parlament. Çfarë synon të ndryshosh kaq shumë? Unë mendoj se idet tona si lëvizje bashkë, të cilat i kemi shprehur edhe në programin ton politik,
janë me të vërtet ide transformuese të shoqërisë shqiptare në gjitha fushat e saj, siç kemi analizuar pra. Dhe mendoj se ky si program politik sigurisht që mund të konsiderohet një program qeverisës, por padyshim nuk do aplikohet në pas zgjedhjeve të 11 majit, sepse do duhet kishim në dorë pushtetin politik apo jo për ta implementuar këtë. Megjithatë është një vizion i qartë, i shprehur në e zeza mbi të bardhë, si thua, i cili mendojmë seriozisht se duke luftuar për të, jo vetëm brenda sallës parlamentit, por edhe aty në rrugë, siç kemi bërë për gjithë këto vite, pra një kombinim, një marrëdhënie e ndërsjellët mes aktivizmit në rrugë dhe luftës politike në parlament, ne besojmë fuqimisht se do bëj të mundur realizimin e këtyre ideve. Dhe ne këto ide i shohim me një potencial transformues shoqërisë shqiptare shumë të madh. Kështu që me këtë synim shkojmë. Sa shanse mendon që keni ju kundrejt partive të mëdha që dihet që e kanë të formësuar elektoratin ndër vite? Në avantazhin tonë në një farë mënyrë kemi delegjitimimin e partive të vjetra, le t'i quajmë pra. Një farë soi lodhjeje të përgjithshme me gjithë këto problematika për cilat edhe folëm bashkë, që perceptohen për ditë nga publiku shqiptar. Dhe sigurisht sfida jonë është që të bindim publikun shqiptar që idetë tona janë të duhurat, janë të realizueshme dhe janë ato të cilat do bëjnë të mundur këtë kapërcim të madh. Padyshim sfida është e madhe, padyshim që do varet nga votbesimi, le të themi, që do na japin, por unë them gjithmonë që Lëvizja Bashkë kohën e ka nga ana jonë. Pra ne kemi kohën nga ana jonë sepse ne i qëndrojmë këtyre parimeve dhe besojmë se 90% e popullit shqiptar do vi dhe do konvergoj për të rënë dakord me këto parime dhe me këto vizion që kemi ne. Megjithatë, ndoshta koha nuk është në anën e Shqipërisë, sepse nga keqeverisja prej 34 vjetësh kanë shtërruar burimet natyrore, është dhënë me koncesion gjithçka, është privatizuar për 1 lek, investitorë strategjik kanë grabitur plazhet e merat. Kështu që sfida jonë është pikërisht të bindim sa më shpejt publikun shqiptar për t'i realizuar këto ide. A duhet të vjet në dyshim idealizmi juaj, sepse përgjithsisht kandidatët vinë me ideale shumë të mëdha, të cilat ndryshojnë gjatë rrugës, le të themi që në vitin e parë. Historia këtë ka treguar. Padyshim që duhet vjen në dyshim idealizmi ynë, padyshim. Çdo politikan i cili hyn politikës nuk mund të merret për të mirëqenë. Prandaj them që është sfida jonë për të dëshmuar edhe një herë tek ajo pjesë e publikut e cila nuk na njeh tashmë, se një pjesë e mirë na njeh prej aktivizmit ton prej 14 vjetësh. Por ata të cilët pjesa më e madhe që nuk na njohin për ato për çfarë qëndrojmë, çfarë kemi bërë në gjithë këto vite, do duhet të dëshmojmë pikërisht idealizmin ton dhe pa lëkundshmërinë nga parimet tona, pra, padyshim. Pse duhet që një votues të zgjedhë Redin në atë listën e shumë të kandidatëve, për shembull dhe jo një kandidat tjetër në Tiranë? Po ta keni vënë re, jam i bindur që edhe ju e keni vënë re, sidomos me këto listat e hapura, bëhet shumë reklam individit si kandidat dhe jo ideve. Ndërkohë që ne, si Lëvizje Bashkë, kemi punuar për më se 1 vit për të hartuar programin ton dhe rrjedhimisht theksin e vënë tek idetë tona, të shprehur në këtë program pra. Kështu që arsyeja pse dikush duhet të votojë për Lëvizjen Bashkë është e qartë, e shkruar në programin ton dhe sigurisht është i hapur për debat dhe për diskutim me këtë do. Pastaj, pse unë kam më shumë shanse që të shkoj në Parlamentin e Shqipërisë, kjo është falë zgjedhjeve që kanë bërë shokët e mi të Këshillit Koordinues për të më vendosur të parë në listë, për të më vënë mbi supe një përgjegjësi që unë këtë si vizion ta përçoj nga salla e Parlamentit tek publiku shqiptar. Po pra, dhe publiku do thoshte çfarë diferencë do më bëj Redi nëse zgjedh? Po, edhe një herë janë ideta ato për cilat ne luftojmë fort. Unë jam aty thjesht. Do të qëndrosh tek Lëvizja patjetër. Jo, do të unë jam përçues i zërit të këtyre ideve pra, dhe shpresoj që këtë punë ta bëj mirë dhe siç duhet dhe e marr përsipër për parashuar përpara, po nuk është individi, janë ideta. Po mirë, ti mendon që qytetarët shqiptar votojnë për idet apo për logot? Se unë kam perceptimin që votojnë për logot. Nëse ti je idealist sa mendon që votojnë për idet, jam e hapur. Po, është e vërtet kjo që thua, por ne shpresojmë shumë që nëpërmjet të ndryshojmë çike edhe kulturën e politikës, pra, sepse kur publiku shqiptar i ushqehet gjithmonë një farë debati i bazuar tek batutat, te shkëmbimi i batutave mes personazheve politike,
atëherë edhe vetë politika dashur pa dashur perceptohet si kjo gjë, edhe vetëm kaq. Dhe kush tha batutën më të bukur, si më thënë, mund të marrë dhe votën në fund të ditës.